بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. E falenderojmë Allahun, ai është i falendëruar dhe i merituar për falendërim, lavdërim me madhërim dhe për ulje. Atë falenderojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. Tek Allahu kërkojmë strehim nga sherri i vetveteve tona dhe punët tona të liga. Ato që Allahu udhëzon dhe orienton në rrugën e drejtë nuk ka kush e devion dhe humbet prej saj. Dhe atë që Allahu e humbi dhe la në devijim nuk ka kush e udhëzon përpas tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, të vetëm dhe të paortak, dhe dëshmoj se Muhamedi, zotëria e njerëzimit, është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Mbi të qoftë lëvdata e shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut, mbi gratë e tij të ndershme, shokët e tij fisnik dhe të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që pasojnë rrugën dhe ndjekin gjurmët dhe shtegun e tij me përputhje deri në ditën e llogarisë. E falenderojmë Allahun që na mundson për këto mezhlise të begata, që quhen Majalisul Ilm, Majalisul Dhikr ose Hilaqul Dhikr, në të cilat përkujtojmë Allahun subhanahu wa taala, studiojmë esnesh librin e tij, mësojmë sunetin e saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke kërkuar pra afrim tek Allahu subhanahu wa taala me këto mezhlise, duke kërkuar kënaqësinë e tij edhe shpërblimin në banesën e përjesme, banesa e paqes, banesa e nderimit. I ditë prej ditëve, Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu shkoi në tregun e Medinës dhe pa që njerëzit ishin të shqetësuar me shitblerje. Dhe u thot, o ju njerëz, e jeni tek unë. I afrohen për të dëgjuar çfarë lajmi ka, për të përcjell. Thot, ndërkohë që po ndahet trashëgimia pejgamberit selam në xhaminë e tij, ju shisin e blinin treg, e lanë njerëzit që blerin dhe shkuan në xhami për të parë ose për përfituar nga pjesa e tyre e trashëgimisë së pejgamberit selam. Por se nuk gjetën asar as argjend. Edhe kthehen tek Ebu Hurajra, të mërzitur i thonë, nuk gjetëm trashëgimi që po shpërndajnë në xhami dhe po ndajnë mes njerëzve. Çfarë gjetët? Tha, gjetëm shokët të pejgamberit selam ishin ulur në rraf në mezhlise, dikush memorizonte Kur'anin, dikush hadithin, dikush përkujtonte sunetin. Thot, kjo është trashëgimia e pejgamberit selam që la ai për ne. A nuk e ke dëgjuar fjalën e tij që thotë inel anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama inma warithu al-ilm faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Vërtet pejgamberët dhe dërguarit nuk lënë trashëgimi as dinar dhe as dirham, asar dhe as argjend, por lënë trashëgimi diturinë. Kush merr prej saj ka marr prej hisës së tij të bollshme. Pra këto mezhlise, kjo është përndahet, kjo përfitohet, dituria që la pejgamberi selam, trashëgimia e tij për të afruar tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe për të përfituar nga shpërblimet që ai na ka premtuar me këto mezhlise, siç ka ardhur në hadithin e saktë, sa herë që një grup njerëzish të bëhen në shtëpi për shtëpive të Allahut, që ta recitojnë së bashku librin e Allahut dhe studojnë atë mes tyre, vetëm se mbi ta
zbret qetësia shpirtërore, i rrethon ata mëshira, i mbulon ata mëshira, i rrethon ata me lejket, dhe i përmend Allahu me shoqëritë e larta që gjenden tek ai. Dhe në hadithin e saktë për cilën Imam Muslimi po nga Abu Huraira kur thot kush nis një rrugë që të kërkojë në të diturinë, nëpërmjet se rruga Allahu i lehtëson atij një rrugë për xhenet, pra ti je në një rrugë për rrugëve të xhenetit, po të lehtësohet ty një rrugë për rrugëve të xhenetit. Kur je ulur në një mezhlis, pra e të bim diturie, ndaj mos e haro këtë gjë, mos e nënvlerëso, mos e të kthehet rutinë ky mezhlis, ky mësim, por se të shpresosh dhe të ndjesh që ti je në një rrugë për rrugëve të xhenetit kur ke dalë nga shtëpia jote për të përfituar nga dituria që na lan trashëgimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe shpreso të jesh prej atyre që në fund të mezhlisit të thuhet qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatukum hasanat, çoni dhe jeni të falur, dhe gjunahet, gabimet e kaluara të janë shndruar, të janë zvendësuar me vepra të mira. Allahu akbar. Do të vazhdojmë inshallah pra me mësimin e radhës nga ky libri Begat Sifatu Salati Nabiji, pra forma e namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke përkujtuar që në mësimin e kaluar pra folëm se si bijet në sejdë, në sujud mbi 7 gjymtyr. Që mësimi i kaluar pati një lapsus, thash disa herë 6, por ishte gabim nga ana ime, ishte rëshitje e gjuhë, bijet në sejdë mbi 7 gjymtyr, dhe tham, siç erdhi në hadith, balli me hundën, që është një gjymtyr, të dyja bashkë, pra duhet që të prekin tokën, 2 duar shbrakat e dorëve 3, 2 gjunjët 5 dhe majat e të dyja, pra majat e gishtave të këmbëve që u bën 7. Pastaj dëgjojmë çfarë thuhet në sejdë dhe dëgjuam diçka nga edukata e lutjes dhe duas në sejdë apo sa herë që lutemi. Pra, për edukatës së duas dhe etikës së duas është që mos kërkosh diçka që është gjuna në lutjen tënde dhe as ndërprerje apo shkëputje të lidhjeve farivisnore dhe familjare dhe as të ngutesh në duan tënde. Cila ishte ngutja, të thua që jam lutur kaq e kaq herë edhe nuk po gjej përgjigje për lutjen time. Në mësimin e sotëm do të vazhdojmë me kapitullin al-julusu bejne sejdetejni wa ma yuqalu fihi. Pra ulja mes 2 sejdeve dhe çfarë thuhet në të. Thot Shekh Mukbili, Allahu mëshiroft, thumme tajlisu bejne sejdetejn, më pas ulesh mes 2 sejdeve. Dhe ulja midis 2 sejdeve ka 2 mënyra. E para quhet el-iftirash. Çfarë është iftirashi? Është të ngrësh pra këmbën e djathtë, me atë gishtave të këmbës së djathtë, dhe të ulesh të mbështetesh totalisht mbi këmbën e majt. Dhe argument për këtë është ajo që ka përcjell Imam Nesaiu në Sunenin e tij me numër hadithi 1147 nga rruga e transmetimit të Abdullah ibn Abdillah ibn al-Asam, i cili ka thënë, na ka transmetuar Jezid ibn al-Asam nga Maimuna, një nga gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëna besimtarë, Allah që të kënaqë me të, se ajo ka thënë: "Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha sajada khawa bi yadayhi hatta yura wadaha ibtayhi min wara'ihi wa idha qa'ada itma'anna ala fakhidhi al-yusra." Ka thënë Maimuna, Allah që të kënaqë me të, profeti alayhis salam kur binte në sejdë, i shtrinte duart e tij pranë sejdë derisa të dukeshin, pra të dukej bardhësia e sjetullave të tij nga pas, dhe kur ulej mbështetej duke u qetësuar mbi kofshën e tij të majt. Kjo ishte el-iftirash. Është një nga 2 format e uljes midis 2 sejdëve. Dhe tjetra, mënyra e dytë është el-iqa. Çfarë është el-iqa? Është të mbështetesh mbi shputat e këmbëve, ose mbi majt e gishtave dhe mbi shputat e këmbëve. Edhe kjo formë ka bazë në veprën e pejgamberit alayhis salam, edhe pse
forma apo mënyra më e përdorur e tij ishte iftirashi. Por edhe iqaja ka bazë, siç përcjellet në Sahih al-Muslim nga Tausi, një nga tabiinët, i cili thot: "Qulna li ibn Abbasin fi al-iqa'i 'ala al-qadamayn." Pra e pyetëm Ibn Abbasin mbi iqan, mbi dy pra ato shputat e këmbëve. Faqal hiya sunna. Ky është suneti. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'an bir-rajuli. I tham, ne e shohim atë si një qëndrim të ashpër për burrin. Pra që nuk tregon për ulësi, thjeshtësi, në shtrim të plot kashë Allahut subhanahu wa ta'ala. Faqal Ibn Abbas bal hiya sunnatu nabiyika sallallahu alaihi wasallam fa yaqa ahyanan wa yaftarishu ahyanan. Ai pra ulej mbi shputat e këmbëve ti ndonjëherë dhe mbështetej pra me iftirash namazin e tij ndonjëherë tjetër. Dhe po ashtu edhe Tirmidhiu e ka përcjell një hadith të tillë ku na është përcjell çfarë iqaja dhe iftirashi. Iqaja është pra të ngrihesh nga sejdja dhe të mbështetesh pra mbi shputat e këmbëve në këtë mënyrë. Kjo është iqa. Edhe të bësh lutjen që do të dëgjojmë inshallah midis dy sejdave. Të dyja këto janë të sakta. Pra iftirashi çfarë ishte? Ishte të ngrësh pra këmbën e djathtë duke mbështetur mbi gishtat e këmbës së djathtë, edhe të ulesh, qetësohesh mbi kofshën e majt. Kjo quhet iftirashi. Iqaja ishte që të mbështetesh mbi shputat ose mbi gjysmat e shputave të këmbës tënde, pra duke qëndruar mbi majat e gishtave. Dhe ka prej imamllarëve që e kanë dobësuar gjasme këtë hadith, por se hadithet janë të shumta, ka shumë rrugë transmetimi, dhe që të dyja këto ulje janë të sakta, siç e dëgjuam pra nga Ibn Abbasi, edhe shoqëruesi, edhe këshilliri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, habrul ummet, dietari i ummetit. Edhe Sheikh Al-Albani ka folur rreth kësaj çështje mbi iqan në librin e tij Aslu Sifati Salati, pra ato trevëllimet që ka bërë forma e namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thënë iqaja, pra mbështetja mbi gjysmat e shputave të këmbës, është ajo që ka përcjell Ibn Abbasi dhe Ibn Umari nga vepra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e kanë shpjeguar dhe sqaruar ata. Po ashtu ka thënë edhe iftirashi është prej veprave të tij, edhe pse iftirashi është ai më i shuari dhe më i njohuri prej tij, porse edhe iqaja, pra mbështetja me gjysmë shputat e këmbëve, është përcjell prej tij. Disa dobi, 4 dobi nga ulja midis dy sejdave. E para, dobia e parë, mbajini mend dhe memorizoni ose shkruani ose regjistroni, këtë është shumë e rëndësishme kjo dobi. Al-julusu bayna as-sajdatayn wa hadha rukn. Ulja midis dy sejdave është shtyll për shtyllave të namazit. Dobia e parë. Dobia e dytë, jilsatul istiraha wa hiya jilsatun khafifa bighayri tumanina wa fi'luha sunnah. Ulja që quhet e istirahas, e qetësimit, që bëhet mbas sejdës së dytë para se të ngrihesh pra për në qiyam, për në rekatin tjetër. Dhe është një ulje e lehtë, pa u qetësuar gjatë, dhe veprimi i saj është sunet. E treta, el-julusu fi at-tashahhud al-awwal wa hadha wajib. Ulja për në tashahudin e parë është wajib. Prandaj si do ta dëgjojmë në hadithe që vijojnë, ajo nëse ti e haron e saktëson me sewi sejdë, me dy sejdët e haresës. Dhe e katërta, dobi e katërt,
el-julusu fi at-tashahhud ath-thani wa hadha rukn. Ulja për në tashahudin e dytë pra të fundit namaz, kjo është po ashtu shtyllë për shtyllave të namazit. Një mesele ose nën temë që ka nxjerrë Umu Abdullah, e bie shehumit Allahu e mëshiroft shehun dhe rujt Umu Abdullah, thot a tregonte me gisht, pra lviste gishtin tek ulja midis dy sejdë pejgamberit selam, ka ardhur në këtë një hadith që është i dobët dhe nuk merret për bas nga Abdurrazaku, i cili nga përcjell nga Sufjani, nga Asim ibn Kulejb, nga Iyati, nga Wail ibn Hujr, i cili thot e pash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të merrte tekbir dhe deri ku thot e lëviste, pra vendosi gishtin e madh të dorës mbi atë gishtin tregues dhe lëviste atë, pastaj thot ra në sejdë dhe duart e tij në sejdë ishin paralel me veshët e tij. Por se ky transmetim që ka ardhur me lëvizjen e gishtit midis dy sejdëve është i dobët dhe nuk merret për bas. Dhe thot shiku walaka an taqula, pra bejnë sejdëtejn, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, 3 marrat. Dhe pra për ty është që të thuash midis dy sejdëve, o Zot më fal mua, o Zot më fal mua, o Zot më fal mua 3 herësh. Kurse në një sqarim që ka bërë Sheikh Abdurrazak el-Bedr në një libër të tij, ku flet për namazin, thot në transmetimet që ka ardhur 2 herë Rabbi ighfirli, kanë thënë dietarët e hadithit që kjo nuk është për të treguar numrin e bërjes së kësaj duaje, që sa herë bëhet, po për të treguar se çfarë thuhet. Pra ti mund ta thuash 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 10 herë, 20 herë, sa duash. Nëse je mbas imamit, varesh nga, domethënë sa kohë që ndron imami midis dy sejdëve. Nëse je vetëm zgjate, ose mund të thuash një dua tjetër. Pra, nuk ka ardhur për të treguar numrin, me thënë 2 herë Rabbi ighfirli, 2 apo 3 herë. Nuk ka ardhur për të treguar numrin, po ka ardhur për të treguar se çfarë thuhet në këtë pozicion të namazit, në këtë ulje. Si zgjom që kishte 2 mënyra uljesh. Siç ka ardhur thot shehu nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me 3 herë ka ardhur, hadithi që ka përcjell Ibn Majah në Sunanin e tij me numër 897 nga Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe thot walaka aidan an taqul, pra mund të thuash thot gjithashtu në uljen midis dy sejdëve, Rabbi ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni. Pra shehu ka përmendur këto 4 lutje, Rabbi ighfirli warhamni wa'afini warzuqni, edhe kjo është transmetuar gjithashtu, por se ka ardhur dhe transmetime të tjera ku ka domethënë diçka dhe më të gjatë se sa kjo. Thot dikush, por nëse i bashkoj midis edhe Rabbi ighfirli dhe nëse ke kohë, sidomos kur falesh pas imamit, mund i bashkosh midis të dyja dhikreve që kanë ardhur dhe nuk ka ndalesh. Këtë thonë dietarët si Ibn Uthaymini e tjerë, Allahu i mëshiroft ata. Kapitulli tjetër është rekatu thania, rekati i dytë. Thot shehu, rekatu thania ke rekati l'ula. Rekati i dytë është sikur rekati i parë. Porse ka disa dallime të vogla që do t'i dëgjojmë tani. Thot Ibn Qudama al-Maqdisi tham, ka jetuar rreth shekullit të 6 të Hijretit, pra midis të 5 dhe të 6, Allahu mëshiroft. Në librin e tij El-Mughni, është libër fantastik, libër është zgjeruar dhe shumë i dobishëm për nxënësat e dijes. Në meselen me numër 741 thot, ku shpjegon fjalën e El-Khiraqi, një nga selefët, thot wa yaf'alu fi thaniyati mithla ma fa'ala fi al-ula. Dhe vepron pra në rekatin e dytë ashtu siç veproi në rekatin e parë. Pra vepron në rekatin e dytë në namaz siç veproi në rekatin e parë
dhe siç na është përshkruar në transmetime të sakta, sepse pejgamberi sallallahu e ka përshkruar pra për në rekatin, ja përshkroi dhe ja mësoi rekatin e parë dhe ati që gabojnë namazin e tij, më pas ta if'al dhalika fi salatika kulliha, veproje këtë gjë në të gjithë namazin tënd. Dhe nuk ka khilaf që ne dim thot midis dietarëve për këtë çështje, illa përveç se anna thaniyata tanqusu an-niyatu wa takbiratu al-ihram wal istiftah. Verse ke rekati i dytë çfarë mungon? Që nuk bëhet më niyeti, nuk bëhet o takbiri i ihramit dhe duaja e istiftahut. Thot lianna dhalika yuradu liftitahi salat, sepse këto çfarë janë për qëllim kur hapet namazi, pa në fillimin e namazit. وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. حديث أبو هريرة që kemi dëgjuar në disa mësime përpara, thot Abu Huraira, pejgamberi selam kur ngrihej për në rekatin e dytë e hapte leximin me alhamdulillahi rabbil alamin. Pra dhe nuk heshte. Sigurisht që Albani ishte i mendimit që në heshtje t'i thua istiadën dhe basmalën. Ky është mendimi i shihut dhe merr të shkas dhe argument nga hadithi i atij që gabojnë namaz, atij arabiut, atij beduinit që gabojnë namaz, i mësoi rekatin e parë dhe veproi kështu. Dhe tha që rekati i parë është edhe istiada dhe basmala. Kjo është mesele që ka khilaf domethënë të lehtë, qoftë nëse e thua istiadën edhe dytin, pra e udhëbim në shtarëzim bismillahirrahmanirrahim, edhe nëse nuk e thua prap namazi është i saktë dhe rekati është i saktë. Dhe disa dobi tjera nga Ibnul Qayyimi për dallimet e voskla që ka midis rekatit të parë dhe të dytit, thot Ibnul Qayyimi në librin e tij Zadul Ma'ad, libër me 4 vëllime, libër tepër i dobishëm, thot wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli athaniyata kal-ula sawa'an. Ishte pejgamberi sallallahu që e falte rekatin e dytë të namazit një lloj si rekati i parë, illa fi arba'ati ashya, vetëm se në 4 gjëra pra, që ka dallim rekati i dytë nga i parë. Ti mbaj mend, thot as-sukutu, pra nuk ka heshtje, wal istiftahu, nuk ka dua hapse, wa takbiratu al-ihrami, nuk ka takbir fillestar, thot wa tatwiluha kal-ula, dhe nuk zgjatet sikur rekati i parë. Ka dallim. Thot fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana la yastaftihu. Ai alayhi salam nuk bënte dua hapse në rekatin e dytë, wala yaskutu, nuk heshte, wala yukabbiru lil ihram fiha, nuk merrte tekbir si tekbiri i ihramit pra fillestar për të. Do thoni ju po ai tekbiri që merr, ai është tekbiri që ti po ngrihesh nga toka pra nga sejdja për në qëndrimin në këmbë, që tekbiratu al-intiqali, thamë që tekbiri i spostimit, i lvizjes nga i pozicion tjetrin, nuk është më tekbir si tekbiri fillestar. Thot wa yaqsiruha 'an al-ula fatakunu al-ula atwalu minha fi kulli salatin. Dhe e shkurtonte në krahasim me rekatin e parë. Pra rekati i dytë ishte më i shkurtër se i pari. Dhe në librin e Sheikh Al-Albani Sifatu Salati Nabi, forma po mënyrë namazit për selam, çfarë thot? Në 2 rekatet e para thot lexonte afro 30 ajete. Ndërsa 2 rekatet e fundit namazit i bënte gati sa gjysma e 2 të parave. Dhe zgjaste të parin nga i dyti paksa. Pra dallon rekati i parë nga i dyti, i pari është pak më i gjatë se i dyti. Dhe 2 të parat, 2 rekatet e para janë sa 2 fishi pra i gjatësisë dhe i zgjatjes së 2 rekateve të fundit. Dhe këtë pra sigurisht kemi transmetime nga sahabët, ne s'kemi qenë prezent. Dhe dietarët nuk flasin nga vetja e tyre. Pra sahabët llogarisin që fale me afro thot 30 ajete në 2 rekatet e para dhe edhe në 2 rekatet e fundit të mbrapmet të drekës të ikindis falej me sa gjysma e tyre. Pra ka lexim edhe në 2 rekatet e fundit të namazit të drekës dhe të ikindis. Por edhe nëse nuk lexon mbas Fatihas në 2 rekatet e fundit, prap namazi është i saktë. Sepse ai lexonte ndonjëherë
në 2 rekatet dhe fundit të drekës e ikindis dhe nuk lexonte ndonjëherë tjetër. Një kapitull tjetër është Gjelsetu al-Istiraha, ulja e qetësimit, e istirahas, e shplodhjes. Thot hedhe thabitun fi Sahih Bukhari, pra kjo është me transmetim të saktë në Sahih Bukhari nga hadithi i Malik ibn al-Huwairith se pejgamberi sallam idha kana fi watrin min salati yajlisu qalila thumma yanhadu, kur ishte pra në namazin e tij ishte që ulej paksa, pastaj ngrihej, domethënë ngrihej nga rekati i parë por në të dytin apo nga i dyti por në tretin apo nga i treti për në të katërtin. Hadithin thamë për Imam Bukhariu me numër 823 nga Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu. Po ashtu përcjell Tirmidhiu në Sunenin e tij me numër 287 dhe thot mbas këtij hadithi thot al-amalu alayhi 'inda ba'd ahli al-ilm wa bihi yaqulu ba'd ashabina. Thot kjo vepër ka ndodhur dhe ka vazhduar të disa prej dietarëve dhe kështu thonë thot disa nga shokët tanë. Ka për qëllim dietarët e hadithit, Buhariu, Muslimi, pra dietarët e hadithit e marrin këtë hadith dhe sigurisht që është i saktë dhe punojnë me të, edhe pse ka prej fuqahave që se kanë pranuar këtë, thot ndoshta atë ditë kur e ka parë ky sahabi thot ka pas ndonjë smundlik, ka pas ndonjë ligështi në shtet. Ndërkohë që na është transmetuar disa herë ky hadith, pra ka ardhur në shumë transmetime, kështu që bie poshtë kjo kleshka që thon disa nga dietarët se marrin të gjelsen e istirahas. E ka vepruar shpesh herë këtë gjë, pra e kishte rrugë që dhe çfarë do thot kjo ulja e istirahas, pra ulja e shplodhjes. Është që nuk ngrihesh me njëherë nga sejdja, siç je në pozicionin e sejdës, të ngrihesh me njëherë në këmbë. E para njëherë, mendimi më i saktë është që nuk ngrihesh duke ngritur gjunjët të parat, se në këtë ka përnjësim me deven, por ngre duar të parat. Pastaj ka një xhilaf mos pajtim të lehtë që a ngrihesh duke mbështetur mbi 2 grushtat, sikur ai që zë bukën, që zë brumin, pastaj brumit edhe bukpjeksi, apo ngrihesh mbi shuplakat e duarve. Shiku e dobëson hadithin e ngritjes midis 2 grushtave dhe mbështet hadithin e ngritjes midis, pra të mbështetesh në shuplakat e duarve për të ngritur. Por se thamë që është i mendimit që kjo ulja e istirahas, çfarë? Thot, siç e ka pyetur Ebia, thot sa'altu walidi rahimahullah, pyeta prindin tim Allah mëshiroft, inda qiyam al-musalli min sujud at-tilawa, a yajlisu jalsat al-istiraha, sikur për namaz thot kur ai që lexon Kur'an thot dhe bie në sujud, që quhet sejdja e leximit Kur'anit dhe tilawas, a ulet pra të bëj këtë uljen e istirahas sikur në namaz, ka thënë jo më këto, nuk ulet. Ajo është vetëm për namazin farz apo nafile. Pra, pejgamberi selam kur ngrihej nga sejdja e dytë për në qiyam, pra për qëndimin e këmbë, nuk ngrihej më njëherë nga sejdja edhe të ngrihej në këmbë. Dhe nuk ngrihen të gjunjët të para duke përjashtuar me deven, por se drejtohen të njëherë trupin pra në pozicion të drejtë, këndi drejt, pastaj nga kjo gjelsja e istirahas, në të cilën nuk ka as dhikr në të, nuk ka ardhur asnjë dua, asnjë dhikr në të, ngrihet pastaj me qetësi për në qiyam. Dhe kjo çfarë dobi e ka? Dobia që ka është se është më afër për qëndrimin në namaz, më afër për uljes, modestis dhe nuk rrezikon që të biesh. Pra të mbasësh ekuilibrin dhe të biesh. Pra të katërta këto dobi ne i kanë përcjell dietarët.
që pas ka kjo që quhet gjelsatul istiraha. Nuk ngrihesh me njerë nga sejdja, ngrihesh në këmbë. Po është nga sejdja ngrihesh pra në pozicion si po qëndron midis dy sejdave, nga sejdja e dytë po flasim, e drejton trupin, pastaj ose mbështet shuplaqet e durve ndihmohesh me to dhe ngrihesh, ose mbështet grushtat e duarve dhe ngrihesh pra me qetësi. Dhe thot shiku, përcjell fjalën e Nawawi, thot, po yaqul al-Imam an-Nawawi rahimahullah, yanbaghi an takuna al-jalsatu as-saghira, duhet që kjo gjelsia, kjo ulje e stiras pra nga sejdja e dytë për në qiyam, do të jetë e vogël pra e shkurtër, li'annahu la dhikra fiha, sepse nuk ka dhikr pra në të. Was-salatu la yakhlu shay'un minha min al-adhkar. Dhe namazi nuk ka asnjë pjesë apo pozicion të tij që të jetë bosh pra i zbrazët nga dhikri. Pastaj do shiku fa yanbaghi an yajlisa thumma yaqumu sariyan. Pra duhet të është e këshillueshme që të ulesh i copher nga sejdja e dytë. Okej? Për në qiyam, të ulesh i copher, pastaj të ngrihesh me një herë. وليس هناك شيء من الأدلة يعارضها فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Pra nuk ka ndonjë argument që e refuzon dhe hedh poshtë këtë. Pra ky është sunet i vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pra përmendëm atë që tham shehu e dobson hadithin ku thot al-i'timadu ala al-yadayn 'inda nuhudi ila rak'a. Pra mbështetja midis dy duar, pra mbi dy duart kur ngrihesh për në rekatin tjetër. Thot shehu al-ajnu laysa bimashru'. Pra të mbështetesh mbi grushtat e duarve sikur ai që po zon brumin, kjo nuk është e ligjëruar thot. Ka thot disa nxënësa dije saktot që janë të ndikuar nga taklidi. Pra e imitojnë berberisht ata shekhat e tyre dhe djetarët e tyre dhe shehu. Por se thot, ky transmetimi i ajnit, pra i ngritjes sigur ai që zë brumin thot, ka ardhur nga rruga e El-Haytham ibn Imran. Dhe Ibn Hibani nuk e ka marrë transmetimin e tij. Ose thot, nuk ka folur qartë për të burë që ai pranoi transmetimi, sepse thot Ibn Hibani, shiku e kritikon Ibn Hibani në këtë çështje, thot yuwathiq al-majhulin. Thot i bën të besueshëm Ibn Hibani disa njerëz janë të panjohur për dietar të tjerë. Te ke dietar dhe hadithi ka dietar që janë shumë rigorosi, Buhariu, Muslimi me radhë, që ata që janë të panjohur, okay, nuk i bëjnë sakt, nuk i bëjnë thiqat, nuk i bëjnë të besueshëm. Sheikh Al-Albani për shembull e merr këtë hadith dhe e sakson shehu me sa më mend dhe kjo është e saktë Allahu alem, edhe e mbështet domethënë këtë që kur të ngrihesh nga rekati, domethënë nga sejdja e dytë për rekatin tjetër, të mbështetesh midis pra mbi grushtat e duarve. Por se çështja është e gjerë, besoj, edhe nëse mbështetesh mbi grushtat si ai që zë brumin, ose edhe në mbështetesh mbi shuplaqet e duarve rëndësishme, mos të ngrihesh sikur ngrihet deveja nga qëndrimi i saj pra kur ulet në tokë. Dhe përmendëm që dhe për kujtimi thot Sheikh Al-Albani thot fi tikrari ifade në përsëritje ka dobi thot hadha nuhudu ablagh fi al-khushu'i. Kjo lloj ngritje pra o të mbështetesh mbi dy grushtat e duarve ose midis shuplaqet e duarve për të ngritur pra nga dy sejdet për në qiyam, thot ablagh fi al-khushu' është më arrir pra kulmi i përullësisë dhe i modestisë, pra thjeshtësisë, dhe ndihmon thot namazliun që mos të bjeri, pra mos të rrëzohet. Kapitulli që vijon inshallah për që do ta lëm për mësimin e ardhshëm është at-tashahhud al-awsat. Pra tashahudi i mesëm dhe gjykimet dhe mendimet e dietarëve për të që është vajib, është sunet e merat, por se inshallah që këtë edhe pa kureshtje nga ana e nxënësave
edhe mos ta zgjasim shumë mësimin e sotëm. Do ta lëmë inshallah për mësimin e ardhshëm, Allahu na jep jetë edhe bereqet në kohë. E lusë Allahun të na bëj për ato që dëgjojnë fjalët dhe pasojnë ato me prekmëri. Lusë Allahun na bëj dobi me këtë mezhlis, na falë gjunat, na mëshiroj. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Sallallahu sallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.